Më ra sonte rruga nga Shkodra për të ardhur nëpërmjet Velipojës dhe për të shkuar në Shëngjin nga kjo mrekulli rrugë që është bërë, mu turp vjen, por nuk kam kaluar asnjë ditë. Jam i mahnitur kur shoh Velipojën, kur shoh kënetën e Vilunit, që ne në vitin 2000-2002 kemi bërë resortin e parë bio pa na kërkuar njeri, pa asnjë lopat beton. E kemi bërë në mes të Vilunit, në mes të ujtit, kemi bërë ato varga, ato restorante, ato ura veneciane, ato diskoteka që ndanin ujin me pyllin ku vinte gjithë Shqipëria. Dhe nuk na kërkoi njeri, mund t'i kishim bërë beton, por duam Shqipërinë tonë, duam natyrën. Dhe kjo rrugë mrekullueshme që ka ardhur nga Shkodra dhe ka anashkaluar të gjithë katunet, ka anashkaluar të gjithë baktit, njerëzit me bicikleta, motorat, dhe vjen Velipoj dhe nga Velipoja shikojeni miqtë e mi, gjitet deri në Shëngjin. Ore, si nuk e thot dikush i fjalë të mirë? Ore, pse vetëm shani? Pse nuk promovoni punët e mira për Shqipërinë tonë? Pse? Duheni vendin tuaj, thoni të vërtetën, falini dashuri vendit tuaj. Respekt e miq, dhe i falem njerëz shumë atyre njerëzve që e kanë projektu dhe kanë bërë realitet këtë rrugë të mrekullueshme, kam kalu pjesën më të bukur të jetës time. Respekte.